Perëndimi mendoj se do ta dominonte botën vetëm nëpërmjet financave. Kjo çoi në një dobësim të shpejtë të ekonomive perëndimore, në një dobësim të klasës së mesme, edhe pastaj një seri ngjarjesh gjeopolitike me pakthim mbrapa, duke filluar që nga 2001 që ndodh pas rënies së kullave, hyrja e një koalicioni ndërkombëtar në Afganistan, 2003 Iraku, 2011 pranverë arabe, ndodhën disa procese të cilat e bën perëndimin që të jetë akoma më i dobët, sepse dha në duart e fuqive jo perëndimore ato që ishte gjëja më strategjike: energjia dhe rritja e çmimit të produkteve energjetike, cilat janë ato që ne kemi përmendur këtu në studio në disa emisione: nafta, gazi, në produktet e tyre, dhe së fundmi shtojmë të rithët me luftën e Ukrainës dhe Rusisë. Dhe para luftës Ukrainës dhe Rusisë ndodhi dhe i ashtu quajturi Covid. Të gjitha këto procese në një harkor për 30 vjetësh nxorrën në pa dobësitë më të mëdha të perëndimit. Cila është dobësia më e madhe e perëndimit? Dobësia më e madhe e perëndimit është edhe forca më e madhe e perëndimit, fakti që jetojnë mirë. Sa ai që jeton mirë është më i shantazhueshëm, sepse është më i prekshëm, është më i dobët. Ka shumë çka të humbë se sa ai. Ësakt. I cili s'ka të humbë asgjë. Në perëndim, ndërkohë, ushtrit u kthyen në organizata gati jo qeveritare, u hoq shërbimi detyruar ushtarak dhe ushtrit u kthyen në të ashtu quajtura ushtri profesional, pra ushtarakët u bën gjithë me pagesë dhe ushtarët, ndërkohë që në lindje nuk ndodh kështu. Kur them lindje, nuk kuptoj këtu Rusi, Kini, Indi, gjithë të tjerë. Por ajo çfarë është më e rëndësishme është procesi i deindustrializimit. Tash do të jap një indikator për të kuptuar ç'do të thotë kjo gjë. Besoj që në fund javë peqë u mbajt samiti i Tiranës. Po. Një pjesë e delegacioneve, ajo pjesë ekonomike e delegacioneve, kishte mjaft show aty. Ishin vendosur tek Hotel Marriott, që është tek stadiumi i Air Albania. Air Albania. Mu tek hyrja e hotelit, nuk di nëse keni qenë apo jo. Po. Ishte vendosur në reklam një makinë. Para një javë ishte takuar. Një makinë kineze elektrike. Kineze elektrike. Mu te hyrja e këtij hoteli. Pra, aty ishte mbledh gjithë Evropa, ishte si do bëjmë me. Mu aty ishte një makinë kineze elektrike, që është edhe sot, në reklam. Kjo të tregon se sa i rëndë është procesi i deindustrializimit që i ka ndodhur perëndimit.